36 familje në zonën e ujit të ftohtë në afërsi të shkollës tregtare mbi kodrat e qytetit të Vlorës kanë ngelur të izoluara për shkak të shkarjes së tokës në këtë zonë. Rruga që të çon në këto shtëpi plus amortizimi total prej vitesh, prej më shumë se një muaji, banorët në këtë zonë kanë qenë të izoluar nga shkarja e dheut, e cila plus bllokimi të rrugës rrezikon seriozisht edhe shumë shtëpi në rrugë. 2 banesa janë shembur si rezultati i shkarjes së tokës. Banorët shprehen të indinjuar për mungesën e vëmendjes nga strukturat përgjegjëse, të cilat vetëm dje kishin ardhur dhe kishin parë nga afër gjendjen e rrugës, si dhe masivin e dheut i cili po zbret nga dita në ditë duke shembur edhe banesat e tyre. Ka gati një muaj e gjysmë, por shke dita ditës, mbrëm që ka qenë shirat ka filluar më shumë gradualisht të ka në baç, rrugë s'ka, si për njerëzit, për fëmijët, për në shkollë, për punë, për gjitha. Ne u bëjmë thirrje, po të kenë mundësi bashkia, qeveria, kushdo që të ketë tipet mundësia të vita heqi. Ne 2 herë hoqëm, e borxh jemi veti 7, 4 fëmijë, burrë grua 6, kemi dhe një motër invalide. Ne se hajde mund të dalim e të nxitojmë me tikim, po ajo motra invalide ku do vej? Një situatë se mund të zërë natën, mund të zërë ditën, një moment është ai. Jemi një familje që rrezikohemi, mirë po këtu vetëm kanal media që kanë marrë të dhënat dhe asnjë lëvizje nuk është bërë. Me të atë ne i bëjmë thirrje shtetit, biznesit, kush ka mundësi të na ndihmojë. Prej kohësh kjo zonë është një nga zonat me rrëshqitje masive toke, ku edhe para një viti disa banesa 3-4-she janë shkatëruar totalisht nga shkarja e dheut, dhe deri më sot asnjë mas nuk është marrë për këta banor, të cilët janë të detyruar ta përshkojnë më këmbë rrugën.